Unë jam në studio me zotin Eduard Zaloshnjë, i cili ka kryer dhe një studim të detajuar se takon rëndësisë së ndërtimit të portit të ri në Porto Romano. Ju përshëndet zotin Zaloshnjë, faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi të jem këtu. Kënaqësi edhe për ne. Cila është rëndësia e ndërtimit të këtij porti në bazë të studimit që ju keni kryer? I ndoqëm në fakt të gjitha deklaratat me një lloj problematike që ka patur deri më tani, megjithatë përfaqësues qeverisë kanë qenë vendosur se ky projekt do të vijojë. Cilat do të jenë kapacitetet e tij zgjeruese? Në fakt, unë kam kryer një kumtesë për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë gjatë kohës që bëhen studimet për doktoraturën në Virginia të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe profesori jonë na kërkoi që për secilin vend nga ishim ne të origjinës, të shinim investimet që do të sillnin një zhvillim afatgjat për vendet tona. Dhe në fakt unë identifikova dy porte faktikisht, portin e Porto Romanos dhe portin e Triportos, pra Porto Romanos pranë Durrësit dhe Triportit pranë Vlorës, si dy investime strategjike afatgjata. Pra, nuk mund të diskutohet rëndësia e porteve për zhvillimet e vendeve. Para sa vitesh ka ndodhur kjo? Studimi është bërë para 30 vjetësh, por konkluzionet e këtij studimi janë të vlefshme për sot, janë dhe për 100 vjet tjera. Do të thënë që para 30 vitesh ka qenë i rëndësishëm. Po, dhe faktikisht në këto 30 vite ende nuk është bërë asnjë hap konkret për të filluar puna, dhe sot rastisi tamam sot që nuk pati sukses tenderi sepse kompania ka tërhequr ato ofertën e vet. Pra, kanë kaluar 30 vjet dhe ende nuk është vënë një gur ose një themel në këto porte. Dhe arsyeja pse unë identifikova atëherë që para 30 vjetësh këto dy vende ishte sepse portet e vjetra tregtare, qoftë ai i Durrësit, qoftë ai i Vlorës, nuk mund të zgjeroheshin pa penguar zhvillimin urban dhe turistik të këtyre vendeve. Që të zhvillohej porti i Durrësit, të kthehej një port të madh, me të vërtet port të madh tregtar që do ishte port hyrëse për Ballkanin, do duhet që të prisheshin të gjithë ato lagjet të buzdetit që kanë vlera urbanistike, turistike dhe arkitekturore. Pra, e njëjta gjë duhet ndodhte edhe në Vlorë dhe zonat më të afërta me Durrësin dhe Vlorën, ku ka hapësirë, ku ka thellësi deti, ku ka vend të bollshëm për të ndërtuar gjithë strukturën suportive të një porti, pra ku do përpunohen kontenerët, ku do ketë magazinime, ku do ketë përpunimet mallrave, këto janë në Porto Romano dhe në Triport. Të dyja këto kanë mundësin për të pasur portet thella, ku mund të vinë, sepse thellësia e portet ka të bëjë shumë me madhësinë e anijeve që mund të vinë. Në portin e Durrësit, në portin e Vlorës sot mund të vinë vetëm anije të vogla. Në raport me furnizimin me Ballkanin, furnizimin e Europës qendrore flasim. Për Shqipërinë sot janë okay, por ne duhet mendojmë për 100 vjet më mbrapa. Dhe nga sa kam parë, aq sa kam lexuar për projektin e Porto Romanos, për Triportin ende nuk kemi një projekt konkret, është ide, por nuk kemi projekt konkret. Por për Porto Romano kemi një projekt shumë konkret dhe shumë të detajuar e bërë nga një kompani holandeze e njohur për projektet e porteve. Dhe faktikisht ata kanë ndjekur pikërisht atë logjikën që është logjika tradicionale e ndërtimit porteve, që portet duhet ndërtohen në një vend ku ekziston mundësia edhe për të zgjeruar, edhe për të thelluar. Pra, nëse në fazën e parë mund të vinë në këtë port, në Porto Romano, mund të vinë anije deri në 50.000 tonëshe, në një fazë të dytë mund të vinë anije 100.000 tonëshe dhe në një fazë të tretë, pra, se duhet mendojmë gjithmonë, duhet mendojmë për 100 vjet. Dhe në një fazë të tretë mund të vinë anije 400.000 tonëshe. Por ti nuk mund të ndërtosh një port gjigant që sot, me që të sjellë anije 400.000 tonëshe, nëse nuk ke rrugë që këto mallra që do vinë të shpërndahen në Ballkane, pastaj më sipër në... Dhe këtu nis në fakt rëndësia strategjike për cilin pritet ndërtimi i Porto Romanos, duke patur parasysh se ai shihet si një pikë lidhëse edhe në raport me vendet e rajonit dhe me Europën qendrore më tej. Ne po mos fillonte investimi për
koridorin 8 nuk do kishe kuptim nga pikpamja ekonomike, nuk do kishe kuptim të ne të bënim një shpenzim gjigant për ndërtuar një port shumë të madh, ndërkohë që për nevojat vetë të Shqipërisë edhe maksimumit dhe të Kosovës, porti Durrësit mjaftonte. Pra, sepse duhet parë zhvillimi, mënyrat paktën se si unë e kam studiuar atëherë, harxohesh goxha kohë mora me këtë studim, mënyra se si e kisha në studimin tim ishte një trekënd që do lidhte me autostrada dhe Kurudha, Porto Romano, Triportin me Rogozhinën, dhe Rogozhina është fillimi i koridorit 8, që pastaj të lidh me Qaftanën, me Shkupin, edhe shkon deri në Varna në Bullgari. Por e rëndësishme është vajtja deri në Shkup, sepse në Shkup kryqëzohet me koridorin 10. Dhe koridori 10 e fillon nga Pireu dhe shkon deri në Vjenë. Pra, gjithë Europa qendrore, Serbia po dhe Maqedonia, po gjithë Europa qendrore, furnizimet që merr me kontejner që vijnë nga Azia, që vijnë nga vendet e tjera të botës, ka si pikë hyrje Pireun ose Selanikun dhe pastaj nëpërmjet koridorit 10 ato shkojnë deri në Vjenë dhe pastaj shpërndahen Hungari, Vjenë, Polonie me radhë. Dhe kjo do ta kthente Shqipërinë në një faktor shumë të rëndësishëm ekonomik. Dhe Shqipëria, porti i Durrësit, nëse arrihet në atë fazën përfundimtare, në kapacitet të plot që të sjellin edhe të mbajnë edhe anije 400.000 tonëshe, atëherë pastaj ne konkurrojmë jo vetëm me Pireun dhe Selanikun, por ne pastaj mund të konkurrojmë edhe me portet të tjera europiane, sepse rruga në vend që një anije që vjen nga Gjiri Persik, të themi, ose që vjen nga Azia, në vend që të shkojë, të kalojë Gibraltarin dhe të shkojë deri në Sipër, në Veri, në Rotterdam, në Londër ose diku tjetër, mund të vinë në Durrës, në Porto Romano, në Triport, dhe me linjat, me autostradat dhe me linjat e trenit shkojnë të në Shkup, pastaj nga Shkupi nëpërmjet koridorit 10 shpërndahen gjithë Europën qendrore. Pra, nëse e shohim sot, kjo duket si një ëndër, por ekonomistët e zhvillimit bazohen gjithmonë në periudha shumë të gjata, sepse para 2500 vjetësh Athina u bë e rëndësishme, sepse ishte një port i rëndësishëm dhe u bë një superfuqi e asaj kohe. Singapori, për shembull, Singapori nuk ka asnjë pasuri natyrore, nuk ka asnjë burim natyror, ata nuk kanë as ushqim, nuk prodhon dot mjaftueshëm për popullsinë e vet. Po duke qenë një port shumë i rëndësishëm, është sot vendi me të ardhurat për frym më të larta në gjithë botën. Pra, nuk duhet parë vetëm sot e nesër, po duhet parë në perspektivë dhe të paktën në projektin konkret të Porto Romanos është parashikuar ndërtimi me faza e parë, kur ende nuk kemi kapacitet, duhem të ndërtojmë të madh, nuk kemi kapacitet thithës të atyre madrave, sepse nuk është përfunduar koridori 8, por me zhvillimin e koridorit 8, rritet pastaj dhe mundësia, ka mundësi edhe për zgjerim portit, prandaj është i rëndësishëm Porto Romano dhe Triporti, se ka mundësi edhe për zgjerim portit, por edhe për thellim të tij. Edhe këtë ju e keni parashikuar që para 30 vitesh përmes studimit tuaj. Studimi ishte për 100 vjet, në fakt, por 30 vjet e para kanë kaluar pa edhe janë suksesshme. Janë të suksesshme në kuptimin e gjetjes së zbatimit në mënyrën se si parashihet. Shpresoj që siç dëgjuam në lajme, shpresoj që do gjendet një zgjidhje e shpejtë çështjes së tenderit dhe pra për të lidhur kontratën me kompaninë që do të ndërtojë aeroport, dhe të filloj sa më shpejt, sepse ka lidhje me të ardhmen, me zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe kur shihet rëndësia që ai ka edhe në kuadër të kthyerjes së Shqipërisë në faktor ekonomik në rajon dhe më gjerë, ju i besoni aludimet ku është folur për ndikim rus për problematikat që ka patur deri në këtë moment, po ndoshta edhe për sekuestrim të tenderit në proces nga ana prokurorisë posaçme? Ne të paktën nga lajmet zyrtare dim që ka pas një interesim të NATO-s që përveç komponentit tregtar të portit në Porto Romano të ketë dhe një komponent ushtarak, pra që të shërbejë edhe si një bazë ushtarake e NATO-s. Dim që Bashkimi Evropian është interesuar për zhvillimin e koridorit 8 dhe
kuptohet, koridori 8 pa portin, pa import madh nuk do kishte kuptim. Ashtu si nuk do ketë kuptim importin madh pa koridorin 8. Dhe pra të dyja këto drejtime, qoftë nga pikpamja strategjike ushtarake, qoftë nga pikpamja strategjike ekonomike, edhe NATO dhe Bashkimi Evropian janë të interesuar për një zhvillim sa më të shpejt dhe një ndërtim sa më të shpejt të këtij porti. Kryeministri tha që ne i dim ata që duan ta pengojnë këtë, i njohim mirë ata që duan ta pengojnë, por të paktën zyrtarisht nuk na të shton gjë deri më sot. Po, në lidhje logjike në mënyrën e kuptimit të rëndësisë së këtij porti dhe deklaratave, sipas jush, mund të ketë diçka, pra një mendim i juaj në vlerësimin e situatës? Po dal jashtë fushës time, se unë jashtë statistikave, po. Jam ekonomist, statisticien, por ky është një, në fundit jam lindur, jam rritur në këtë vend, plus që kam qenë pjesë e zhvillimit politike vet. Unë mund të bëj këto hamendje që zhvillimet në Ballkan, jo thjesht Shqipëri, po gjithë zhvillimet në Ballkan, gjithmonë kanë pasur ngacmim dhe ndërhyrje ose drejt për drejta, ose të tërthorta të dy fuqive. Rusia kryesisht, për hir të historisë së gjatë që ka pasur me Ballkanin, por kohët e fundit dhe Kina. Mos harrojmë për shkak që porti i Pireut administrohet sot nga një kompania më e madhe e porteve kineze. Dhe nëse do ta shohim thjesht nga pikpamja e konkurrencës, Pireu është porti që mund të rrezikohet më shumë nga Porto Romano. Pse? Sepse një kontener që shkarkohet në portin e Pireut duhet bëj një rrugë shumë të gjatë për të ardhur deri në Shkup, edhe pastaj për të vazhduar rrugën sipër në Europën qendrore. Ndërsa nga Porto Romano në Shkup, distanca është shumë e shkurtër, pra kompanitë që duan të sjellin kontener për në Hungari, Austri, Poloni, Çeki, Slovaki etj. Mund ta shohim më me leverdi që ta sjellin në Porto Romano ose në Triport nesër kur ndërtohet, se sa ta shkarkojnë në Pire dhe të bëjnë gjithë ato rrugë gjatë për të shkuar sipër deri në Shkup. Pra, një ndikim mund kemi nga fuqi nëse në rastin e Rusisë, nuk mund të mendojmë për një çështje konkurrence tregtare. Rusia në Ballkan thjesht ka objektivi i saj strategjik ka qenë jo sot, po gjithë jetën që Ballkanit ngelet në sferën e ndikimit të Rusisë dhe mos tjetë në sferën e ndikimit të Europës perëndimore. Pra nuk është çështje interesash tregtare, ndërsa me Pireun konkurenca është drejt për drejt tregtare. Ju bën më shumë logjik një ndikim kinez. Patjetër se është 100% administrohet dhe nuk e kanë me 99 vjet kontratën për ta kenë në përdorim portin e Pireut, një kompania më e madhe e porteve. Është po ajo kompani që deshte të ndërhynte në kanalin e Panamas dhe deshte të merrte një kontratë, merrte kontrollin e kanalit Panamas dhe pastaj ndërhyi Trumpi që e bëri të qartë Panamas që nëse s'do hiqni këtë kompaninë kineze nga këtu, po vim ju sjellim ushtarët edhe e mbyllim atë punë. Unë ju falenderoj shumë. Falenderoj zoti Zalosh. Më fal se dola pak nga fusha ime Jo, ju pyeta unë edhe patjetër edhe opinioni juaj ishte shumë i rëndësishëm në këtë pikë. Faleminderit.